Për me pas rutinën të cilën e tha zotria, duhet me qenë komplet në shtëpi, mos me punu kur gjo, edhe veç me nejt të i këshyr, të i këshyr pjesën, qka me hongër, qka me pi, kur me shku në fitness, kur me ardhë, mos me pas as një obligim tjetër, veç me përkushtu vetit, me dalën pasqyre, me këshyr po më shkon këmisha aknej, po hongra ma shumë, hongra ma pak. Kur ti je me një botë cilën jemi në asat, gjatë gjithë kohës jemi në përpuna, në aktivitet na dhe ushqimi nuk mune me hongër që ashtu të shëndetshëm. Edhe sa do që na përpjekemi me pas ushqimin e shëndetshëm, se na sa do bileone që jam prind mundohem edhe për fëmijë ja bo sa ma të shëndetshëm. Po është e pa mundur ti me qenë strikt në parimet cilat ti do me i pas një trup perfekt, ose me pas mos me qenë atu kurnizat perfekte. E sidomos që ky trendi i Ozempikut, une e kum pas një shoqe dhe e kam hala, ajo ka qenë mbi peshme Ozempik, asa ju ka zgjat lëkura. Ju ka zgjat lëkura, mënyrën që shubo ajo mu më vjen edhe gjynaf. Më falë, që të kështë ndërri lëkura se është dopsu me që ta Ozempikat, edhe ju ka zgjat lëkura, unë edhe ndashta edhe kur e kum pa ata, se unë kom qenë shumë idhëtarja asajna që du pa tjetër me bo dhe vetë. E në momentin që e kum pa ata, unë thonë pa një konsult mjekut, unë personalisht nuk e marë kur këtë hap me bo. O bile nuk e dim barnatore, a shitet me a shkon vish i thot a bon më jep një Ozempik, a shkon me naj përshkrim të mjekut, apo me naj reset, nuk e di as që është për procesi i këtësaj Ozempikut. Unë mendoj që nuk duhet më jep pa recept mjekut. Nuk e di. Zotëre Elçuane, pati